Dikush që shkel kushtetutën 12 Por interpretimet e rrajshme janë të papranueshme, s'po ku unë jam prezent. Shkelje me vedije të plot. Nuk s'është e vërtetë. E vërtetë, 12 herë more, po ku ka raste në botë. Jo, çka po thoni, kjo është tërësisht e pavërtetë. Shumë e vërtetë. Nuk janë shkelje kushtetuse, janë në mos përputhje me kushtetutën, e shpjegova edhe një herë. E çka është? Çka i bën sepse nuk është shkelje. Ali Hoxha, Duke relativizim debat. Kur ta kryejnë merre fjalën tonë kur ta kryejnë. Kur ta përfundojnë, mandej merre. A ka mundësi kushtrim? Vetëm për këtë pjesë. Mos përputhja e një aktit. Të lutem. Përderisa se merr fuqinë e ligjit, nuk ka shkelje kushtetutore. Në ditën e parë, të pak Vehrami të lutem, ditën e parë kur ne shkojmë në seancën konstitutive, në momentin që shkon gjykatë kushtetuese, në ditën e parë ne japim betimin E japni betimin. e deputetit. Dhe në betim e kitë shkrume